Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ju publikuan pamjet gjatë ndërhyrjeve estetike, reagon për herë të parë Brikena. Dalja nga shtëpia e famshme nuk ka qenë as pak e lehtë për Brikenën. Pas lajmeve dhe pamjeve të publikuara gjatë kohës që ajo ishte brenda në garë, ku shfaqej gjatë kryerjes së disa ndërhyrjeve estetike, ish banorja ka vendosur të thyej heshtjen. Përmes një statusi në Instagram, Brikena ka shprehur zhgënjimin e saj të thellë, jo vetëm për publikimin e këtyre pamjeve, që sipas saj kanë synuar të cënojnë imazhin, por edhe për tradhtin nga njerëz të afërt. Ajo shkruan e revoltuar për padrejtësitë e ndodhura jashtë shtëpisë. Gjatë periudhës që kam qenë brenda në Big, jashtë kam përjetuar shumë padrejtësi. Ka pasur njerëz që janë përpjekur të njollosin imazhin tim, madje disa prej tyre kanë qenë persona të cilëve unë u kam dhënë me ngrënë nga duart e mia. Janë publikuar shumë gjëra që unë as nuk kam pasur forcën t'i shoh, për hir të shëndetit tim mendor. Pavarësisht kësaj situate të rëndë, ish-banorja thekson se ka refuzuar t'i drejtojë gjykatës, duke ja lënë gjithçka në dorë drejtësisë hyjnore përmes një shprehje mjaft pikante. Shumë më kanë këshilluar të ndjek rrugën ligjore dhe t'i çoj disa njerëz në gjyq, por unë zgjedh të besoj diçka tjetër. Besoj që Zoti ekziston, dhe Zoti nuk është një mace që gërvish një herë, por në kohën e dur i jep secilit atë që meriton. Në fund të mesazhit të saj, Brikena falenderon mbështetësit që i kanë dhënë forcë të mos dorëzohet dhe bën një thirrje të prerë që thashethemet dhe gënjeshtrat ndaj saj të marrin fund një herë mirë, duke zgjedhur respektin dhe të vërtetën mbi gjithçka.